A e dini që pas shpinës time shtrihet një prej godinave ose sarajeve më të mëdhej të jugut Shqipërisë. 2500 metra me 5 godina. Godina e parë e cilave është kjo, janë sarajet e reja të familjes Libohova, që kryesisht njihet përmes Myfit Bej Libohovës apo e Qerem Bej Libohovës. Gjëja më interesante është se në derën e sarajeve është një pllakë përkujtimore për bashkëshorten e Myfit Bej Libohovës, Olgën, e cila ishte një daneze, Olga Zhvejzer, me cilën ai u njoh në vitin 1908 në Stamboll, u martua e sollin Libohov dhe ajo ndroi jetë në vitin 1958, 31 vjet pas vdekjes së Myfit Bej Libohovës, e internuar në Zejmen të Lezhës. Janë sarajet më të mëdha të jugut Shqipërisë, janë akoma në rekonstruksion. Kjo është godina e parë, unë po eci shpejt për t'ju treguar edhe gjithë godinat e tjera. Kjo është hyrja, këtu është luajtur dhe filmi koncert në vitin 1936. Kjo është godina e parë, pra e madhja, kjo është godina dytë, ku ndodhet dhe dhoma e Myfit Bej Libohovës, pra po eci në për pjesën e dytë për t'ju treguar, janë 2500 metra katror ndërtim. Nëse hecën drejt për arsye të kateve, kjo është shtëpia qendrore, ku rrinte vetë Myfit Bej Libohova, firmtari i aktit pavarësisë dhe njëkohësisht një prej njerëzve që pati disa detyra të rëndësishme në shtetin shqiptar, dhe në këtë drejtim shkon në tre godinat e tjera. Janë 2 godinat në këtë anë dhe një godinë në anën e mbrapme me murin rrethues këtej. 2500 metra të mbuluara në të një prej familjeve më të rëndësishme në Shqipëri. Gjëja më interesante dhe e fundit është që në këtë tunel këtu është tuneli 9 toksor, që të gjitha shtëpitë e sarajeve komunikojnë me njëra tjetrën. Pra këtu është tuneli 9 toksor. Nga sarajet e Libohovave, sarajet më të mëdha të bejlerëve të jugut Shqipërisë.